gjithave edhe njëherë bëj një prezantim të vetes më tani. Unë jam Romina, për vajzat e reja, jam mësuese e jogës, edhe këtu jemi bashkë në një klasë falas të jogës, bashkë me grupin e gocave që unë praktikoj online, jogën online. Mirë, teksa marr pak kohë, t'ju shikoj pak sa hapeni kamerat, dua që sot të ndjehemi shumë komode me njëra tjetrën. Realisht, ashtu si që ndjehemi ne në grupin tonë me vajzat që praktikojnë rregullisht, ashtu dua që t'ju ftoj dhe ju vajzat e reja të ndjeheni sa më komode, të ndjeheni sa më mirë, sepse ashtu si që vlerësoj kohën, patjetër vlerësoj edhe të krijoj një mjedis sa më miqësor në klasat e mia, sepse fundja kjo është diçka që unë e bëj me shumë pasion, e bëj me shumë dashuri, edhe realisht dua që të ndjeheni sa më mirë, sepse nga kjo klasë sot unë dëshiroj që të dilni më me shumë vetbesim, të dilni dhe ta mbarojmë klasën më me shumë dashuri për veten tonë, më me shumë kujdes dhe prioritet ta kemi veten tonë në të ardhmen. Hajde forca, ju përshëndes të gjithave, përshëndetje Irina, përshëndetje Emiriona, Dori, Venera, Venera, përshëndetje. Venera ka qenë dhe vazhdon do të jetë së shpejti pjesë e klasave tona sërish, por për këtë periudhë është në shkëputje, po ja që sot na pas ka ardhur. Edita përshëndetje, Silvie dashur përshëndetje, Bona, Dituria, gjitha përshëndetje, Nexmia, përshëndetje lumturie, përshëndetje të gjitha vajzave, nëse tani kam lënë, patjetër që kam lënë pa ju përshëndetur. Mirë, ne do bëhemi gati dhe fillimisht unë dëshiroj që t'ju shpjegoj pak për sistemin tonë të çakrave dhe se si sot do mundohemi të zhytemi në thellësinë e çakrave, në thellësinë e energjisë në trupin tonë, për t'i aktivizuar, për t'i pastruar këto bllokime energjike që shpesh her pas here le të themi krijojnë bllokada energjike në trupin tonë. Po mirë, do thoni, Romina, këto çakrat, çfarë janë këto? I shihen këto? Janë të dukshme këto? Në fakt, çakrat janë qendra energjike, janë porta energjie që lejojnë energjinë të qarkullojë lirshëm në trupin tonë. Dhe ndryshe nga trupi fizik, nga muskujt, nga organet që shihen fizikisht, çakrat nuk shihen fizikisht, sepse janë në një nivel më të thellë, janë në nivel energjetik. Përveç trupit ton fizik, të cilin jemi mësuar edhe e kemi studiuar në shkollë, e di me prekim, përveç këtij në qenien ton ndodhet edhe trupi jon energjetik, i cili është në një dimension pak më të thellë, por që ne në yoga gjithmonë arrim ta ndjejmë energjinë, por dhe ju gjithmonë e kemi ndjer këtë energji kur e kemi vënë në lëvizje, por nuk kemi qenë të vetëdijshme. Tani, në klasat e jogës, ne bëhemi të vetëdijshme për këtë energji që qarkullon lirshëm në trupin tonë. Ndonjëherë nuk qarkullon aq lirshëm. Ka bllokada për shkak të bllokadave emocionale, për shkak të eksperiencave të kaluarës, që mund të kemi pasur frikë, mund të kemi pasur dhunë, mund të kemi pasur momente stresi, atëherë trupi dhe mendja jonë kanë tërhequr këtë energji dhe kanë krijuar këto bllokadat e energjisë në trupin tonë. Dhe sot, nëpërmjet pozave të jogës, nëpërmjet teknikave të frymëmarrjes dhe meditimit në fund, do ta bëjmë një meditim shumë të bukur, ne do kemi mundësi që t'i çlirojmë këto çakra, këto qendra energjike. Pra, e pash të nevojshme t'ju jap një herë si informacion, se jam koshjente dhe unë vetë nuk kam pas ditë këto informacione, derisa fillova të zhytem në botën e jogës, të mësoj më shumë rreth tyre dhe për më tepër tani me eksperiencën si mësuese t'i ndjej në trupin tim dhe të marrë edhe feedbacket e vajzave, të cilat vërtet kanë qenë shumë të mira në lidhje me pastrimin e këtyre çakrave. Kam pasur mesazhe shumë të mira që edhe vetë manitem se sa shumë mund të punojmë ne me trupin tonë, sepse çlirimi i tyre do të thotë ne të jemi më të lira, ne të shprehemi më lirshëm, ne të kemi më shumë vetbesim, ne të përjetojmë emocione dhe të shprehim emocionet tona lirshëm, të flasim të vërtetën tonë, të ndjejmë dashuri pa kushte me zemër të hapur, mos të ndrydhim emocione
ta fshehim veten tonë, mos të ndihemi të vogla, inferiore, por përkundrazi, ta ndijmë madhështinë e vetes tonë, ta ndijmë dhe ta zbulojmë forcën që secila prej jush bashkë me mua kemi brenda vetes tonë. Por mjafton që ta lëmë dhe ta zbulojmë potencialin tonë, ta zbulojmë këtë forcën tonë. Unë kam qenë një ndër ato vajza që nuk kam pasur shumë vetbesim, pavarësisht se isha një studente shumë e mirë, por gjithmonë përpiqesha të mos e shpalosja veten time, sepse dikush tjetër është më i mirë se mua. Tani kam kuptuar që nuk vlen të krahasohemi me askënd, nuk ka kuptim të bëjmë krahasime me askënd, sepse ne jemi unik, ashtu siç jemi, ne kemi vlerat tona, ashtu siç jemi, ne kemi bukurinë tonë, ashtu siç jemi. Pavarësisht se mundohemi ta mirëmbajmë gjatë gjithë kohës, edhe patjetër që po se është pjesë e kënaqësisë, energjisë tonë femërore. Yoga na kthen më shumë në energjinë tonë femërore. Brenda qenies tonë ekzistojnë të dyja energjitë, energjia maskullore dhe energjia femërore. Kur ne punojmë me yoga, kur ne fillojmë të kujdesemi për veten tonë, atëherë ne kthejmë syt nga energjia femërore, pra e rrisim, e sillim pak më shumë në rritje energjinë femërore. Sepse duke qenë në angazhimet e punës së përditshme, duke qenë atë ritmin e jetës, dinamik le të themi, kthehemi pak në energji maskullore më shumë, jemi duke vrapuar, jemi duke mbaruar punët, jemi duke u kujdesur për fëmijët, duke bërë edhe punë që ndoshta nga natyra janë më maskullore, kështu që yoga na kthen në balancë, edhe energji femërore, edhe energji maskullore. Po mirë, Mina, po si na i kthen ka yoga, si na i bën ka yoga gjitha këto. Realisht, shumë edhe unë, një ndër to kam qenë dhe unë që kam menduar që yoga është vetëm ushtrime, janë vetëm ushtrime fizike, pse duhet të ketë kaq shumë rëndësi dhe ku qëndron e veçanta e jogës. Në fakt e veçanta e jogës është sepse ti fillon të vendosësh një kontakt ndryshe me trupin tënd së pari. Fillon të pranosh emocionet e tua, edhe kur ndjen frikë, edhe kur ndjen emocion, edhe kur s'ndjesh mirë, edhe kur je në energji të ulët, i pranon dhe nuk i gjykon. Nga ana tjetër, yoga të mëson të bësh e vetëdijshme për mendimet që ke. Çfarë i flet vetes gjatë ditës? Nëse ndalemi pak në këtë moment dhe vedisohemi pak për fjalët që i themi vetes tonë gjatë ditës, ajo ndodh ndonjëherë ta kapni veten që jeni duke kritikuar veten dhe ta kapni dhe t'i thoni boll, mos, mjaft më. Zgjidhi ti fjalët më të bukura për veten tënde. Zgjidhi ti ato fjalët që të bëjnë të ndjesh mirë. Mos prit gjithmonë vi dikush nga jashtë të thotë ato fjalë të bukura, se realisht do t'i thot, po nuk do t'i thot atëherë kur i do ti, nuk do t'i thot gjithmonë, nuk do të plotësojnë gjithmonë ato fjalë, sepse një herë t'i thot, një herë nuk t'i thot më ai personi jashtë. Qëndro ti besnike ndaj vetes tënde, qëndro ti besnike për t'i shprehur vetes tënde, për ta motivuar, për t'i dhënë forca, për ta shtyr për të ndjekur ëndrat e tua, për ta shtyr për të ndjekur ëndrat e tua. Unë e di se nuk është e lehtë, e thënë me fjalë të bukura, bëhet pak më e thjeshtë, por prandaj bëjmë yoga këtu që të vëmë energji në lëvizje dhe që të ushqejmë trupin, ushqejmë mendjen, ushqejmë shpirtin çdo ditë, sepse të bëjmë vetëm një klasë, okay, sot do ndihemi mirë, unë jam e sigurt që kur ta mbarojmë këtë klasë, do ndihemi shumë mirë. Ndoshta mund të ketë edhe ndonjë vajzë që nuk rezonon kaq shumë me këto ushtrime të jogës, por megjithatë jam e sigurt që do marrë një energji të mirë të paktën. Dhe patjetër që e konfirmon veten e saj, ja konfirmon vetes së saj që unë që ngam për palesur, që ngam për ushtrime më të forta dhe shumë mirë, ku kam më mirë se ta gjesh atë që do. Por përtej saj unë e di se kjo është një rrugtim dhe të kërkohet ta ushqesh vazhdimisht veten tënde për ta mbajtur energjinë lartë, sepse kur ti e mban energjinë lartë, atëherë ti ke mundësi të krijosh vetëdijshëm gjërat që ti do. Të krijosh vetëdijshëm, ti realizosh vetëdijshëm objektivat që do, ëndrat që ke, shëndetin që dëshiron, të shërosh trupin tënd mbi të gjitha, nëse ke ndonjë problematikë shëndetësore. Pra, punojmë në të treja dimensionet, edhe në trupin, edhe në
emocionet edhe në gjendjen tonë mentale, plus që lidhemi edhe shumë me dijen tonë të brendshme. Pra lidhemi është edhe kjo ana shpirtërore e cila është prezente tek yoga dhe është shumë e bukur sepse fundja të gjitha kemi nevojë të kapemi, të lidhemi fort mbas një besimi, të lidhemi fort mbas besimit tek Zoti. Pavarësisht se çfarë besimi kemi, pavarësisht se në cilin Zot besoni, nuk ka rëndësi. Për mua është një Zot, për mua është një krijues që secili pra e ndërton vetat marrëdhënien, raportin me Zotin e tij, atje ku beson është shumë mirë. Nuk kemi pse ndërhyjmë fare te kjo pjesë, por e rëndësishme është që besimi na jep forcë, na jep shpresë për jetën, edhe të lidhemi fort, besojmë fort te Zoti, po edhe te forcat tona, sepse Zoti na ka deleguar fuqi brenda nesh, na ka deleguar fuqi. Mirë, kisha nevojshme ta nisja kështu, kisha nevojshme ta ngrija pak energjinë, të jepja pak informacion lidhe me këtë gjëra dhe ne do nisim me klasën tani. Tani nuk flasim shumë, do flasim, do tregojmë edhe për çakra sepse dua që të kuptoni dhe ta sillni vëmendjen tek secila çakër gjatë kohës që do t'i trajtojmë. Unë do jap informacionin me sy mbyllur, ju do sillni vëmendjen tek çakrat edhe do punojmë në vimsi. Diçka tjetër që dëshiroj ta ndaj me ju është që çakrat e trupit janë të vendosura në shtyllën kryqëzore, nga baza në fund të shtyllës deri tek maja e kokës. Por ato rrezatojnë, pasqyrojnë dritën e tyre në trup, në pjesën e përparme të trupit. Kështu që ne do t'i mendojmë si pika në pjesë të saktuara të trupit. Janë 7 dhe unë po ju a them fillimisht, është çakra rrënjë që është në fund të kockave të uljes, është tek pjesa e mitrës çakra sakrale, është çakra diellore tek barku, çakra e zemrës tek rajoni i gjoksit, e fytit, syri i tretë dhe çakra kuror. Me aktivizimin e tyre ne do shikojmë edhe nëse do kemi blokada apo jo, sepse do përmendim edhe rastet kur çfarë ndjejmë nëse i kemi të bllokuara, pra do ju sqaroj të gjitha, por me çlirimin e tyre ju do keni mundësi vërtet, ndoshta sot të ndjeni në formën e një pulsimi, të ndjeni ndoshta në formën e një nxehtësie, ndoshta e si energji që qarkullon edhe nuk e kuptoni në trupin tuaj. Pra, ajo çfarë kërkohet nga ju sot është që të qëndroni të hapura dhe të lejoni që të ndjeni. Të lejoni të ndjeni dhe mendjen, tani do ta lëm pak më një anë, do na duhet vetëm për të kuptuar informacionin, por do ta lëm pak më një anë sepse nuk duam t'i mendojmë gjërat vetëm me mendje. Tani duam të ndjejmë. Dhe kjo është puna kryesore në yoga, që të ndjejmë me trup, me shpirt, me zemër. Me mendja është për analitik, mendja është për të dëgjuar ato informacionet, është shumë e mirë, na shërben, madje kërkon të na mbrojë sa herë, por ndonjëherë na lodh edhe me ato mendimet e tepërta, kështu që më mirë ta lëm pak më një anë gjatë kësaj ore, okay? Hajde bëjmë gati, kërkohet të praktikojmë pa çorape dhe me veshje komode, siç edhe ju a kisha shkruar. Tani unë